Washington dhe Pekini kanë hyrë një luftë të ashpër tregtare me ndikim negativ në ekonominë globale. Kina i rriti këtë të premte me 41% tarifat e importit për prodhimet amerikane, duke i çuar në një nivel tepër të lartë me 125%. Vendimi pasoi rritjen e radhës nga Donald Trump të tarifave për prodhimet kineze, që të njëjtën prekën nivelin e 145%. Presidenti kinez Jinping i bëri thirrje Bashkimit Evropian gjatë takimit me kryeministrin spanjoll Pedro në Pekin për koordinim të përbashkët në kundërpërgjigje ndaj tarifave të Shteteve të Bashkuara, për ta detyruar presidentin amerikan Donald Trump ta ndarë këtë luftë nga e cila sipas tij askush nuk do të dalë fituar. Për Sanchez, Kina duhet parë si partner nga Bashkimi Evropian. Edhe kjo krizë duket se ka përçarë Bashkimin Evropian. Kryeministri Francesc Frois paralajmëroi pasojat të rrezikshme nëse Unioni zëvendëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinën si partnere tregtare. Megjithatë, Donald Trump e lë derën e hapur për negociatat edhe me Kinën, ashtu si vendet e tjera me Bashkimin Evropian. Bursat botërore shënuan sërish rënje këtë të premte pas përballjes të Shtetit të Bashkuara të Amerikës me Kinën, ndërsa dollari preku nivelin më të ulët të vlerës që prej 2022-shit.